Përshëndetje miq, po dëgjoni edicionin informativ këtu në Radio Travel. Kung Fuja 1500 vjeçare mësohet tani edhe nga robotët. Në zemër të Kinës, në tempullin legjendar Shaolin, po ndodhin takimi pazakontë mes të shkuaras dhe së ardhmes. Morgjit luftëtar të njohur për disiplinën dhe artin e tyre 1500 vjeçar të Kung Fus, tashmë stërviten për krah robotëve humanoid. Pamjet nga tempulli në provincën Henan tregojnë robot të sofistikuar që imitojnë me saktësi mbreslëndse lëvizjet e murgjve nga qëndrimet klasike deri te goditjet rrotulluese dhe format e ndërlikuara të Kung Fus. Një eksperiment që ka ngjallur debat në mbar botën, por që tregon se edhe traditat më të shenjta mund të bashkëjetojnë me teknologjinë moderne, duke hapur një kapitull të ri mes kulturës dhe inovacionit. Duke festuar 18.000 ditë për kushtim, Polanda vazhdon prej më shumë se 60 vitesh të nderojë çiftet që arrin 50 vite martesë me medaljen për jetë të gjatë bashkëshortore, që nga krijimi i saj në vitin 1960 janë dhënë mbi 1.2 milion medalje. Nderimi jepet zyrtarisht nga presidenti i Polonisë dhe dorëzohet zakonisht nga kryetarët e bashkive në ceremonitë festive. Medalja simbolizon përkushtimin, durimin dhe forcën e familjes, duke përfaqësuar mbi 18.000 ditë jetë të përbashkët. Sot ajo konsiderohet një simbol modern i stabilitetit dhe vlerave familjare. Stacioni i braktisur transformohet në shtëpi pushimi unike për turistët. Mark dhe Carol Benson, një çift i apasionuar pas trenave, kanë shpenzuar 30 vite për të restauruar stacionin Eberstone në North Yorkshire, duke rikthyer lavdinë e dikurshme. Ata blen pronën në vitin 1996 dhe kanë investuar 10 mijëra pound për ta kthyer atë në një atraksion historik dhe shtëpi pushimi unike. Stacioni Ebertson konsiderohet një shembull i shkëlqyer i dizajnit të stacioneve rrugore nga arkitekti i njohur William Bell. Ky restaurim i gjatë 3 dekadash ka kthyer stacionin e braktisur të fshatit Allerstone në një destinacion turistik të veçantë, ku vizitorët mund të përjetojnë historinë e hekurudhës dhe të qëndrojnë mes bukurisë së dikurshme të stacionit. Nga amputimi në rekord botëror, veterani që pushtoi 7 majat më të larta të botës. Harry Budha Magar është bërë personi i parë me amputim të 2 fisht mbi gjuhë që kanë ngjitur majat më të larta të 7 kontinenteve, duke përfunduar sfidën në ngjitjen e Mount Vinson në Antarktik. Ai humbi të dyja këmbët në vitin 2010, por pas një periudhe të vështirë rikuperimi, i rikthye ëndrrës së fëmijërisë për të bërë alpinist. Nga viti 2019 ai ngjiti majat më të larta në Europë, Afrikë, Azi, në Amerikën e Veriut dhe atë të Jugut, Oqeanin dhe në Antarktik. Magar thotë se aftësia e kufizuar nuk duhet të kufizojë ëndrat dhe synon të frymëzojë dhe të tjerët. Qelizat në dhëmbët e pjekurisë mund të shpëtojnë jetë. Dhëmbët e pjekurisë nuk shërbejnë vetëm për përtypje. Brenda tyre ka qeliza të veçanta që quhen qeliza staminale, që mund të shndrohen në lloje të ndryshme qelizash të trupit, si qeliza të trurit apo edhe ato të zemrës. Shkencëtarët kanë zbuluar se këto qeliza mund të ndihmojnë në riparimimin e dëmtimeve në trup, për shembull në tru apo dhe në zemër. Sipas Earth.com, ata mund të jenë shumë të dobishme në të ardhmen për trajtime mjekësore. Me që shumicës e njerëzve u hiqen dhëmbët e pjekurisë në moshë të re, ato mund të ruhen në laborator për përdorim të mundshëm në të ardhmen. Dhe për ditën e sotme ne kemi ardhur në fund të Happy Feet, por ne do të dëgjohemi sërish nesër vetëm në Radio Travel.